Po, kjo është edhe punistja, ja dhe Xhaxhai këtu. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, që jeni? A jeni mirë me shtet? Po, zotria Xhaxhai juaj. Po, ju falenderoj. Po, bashkë kemi ngritur, po ky është punëtor i madh, edhe më shumë nga mua, edhe ky ka investuar dhe më shumë. Jam, shiko, fshati i Zabërzanit në traditë të vjetër e ka pasur rushin me lisa, të hedhur ardhin në lisë, dhe një lisë arrinte maksimumi të jepte deri në 4 kumtal, një rrenjë. Në vitet pasaj rreth mbas 2000 u tha rushi, u quajt si filoksere së mundja që i ra, edhe degradoi gjithë rushi vjetër, atëre u drejtuam me vreshtari. Unë kam bërë 2000 rrenjë vresht. Nuk keni tentuar ta mbini ato lloj metode rushi? Kam marrë ato varietete, i kam bërë me nënshartesë, se nënshartesa ka rezistencë ndaj filokserës, është me mbrojtur. Dhe fillimisht u përhapëm dhe u gënjëm marrëm rush të ardhur. Varietetin që kisha mora Sangiovesën dhe Tempranillon. Po i shikoja që nuk më pëlqenin, ishim mësuar me rush më cilësor me rushin e vendit. Dhe nëse do të kishit ardhur në kohën kur ishte rushi, këtë dallim do ta kishit parë konkretisht. Rushi i vendit ruan atë mënyrën e cilësore të varietetit që ka ekzistuar. Dhe po ta shohësh atje, një rrenjë mund t'japi edhe 50% më shumë se sa një varietet i ardhur, se bën freni, themine, ose bistakun, si e quajnë një pjesë, e bën deri 2 kilsh mund të arriti mi madhi. Po nga koha e mbjelljes, rushit ja prodhim sa kohë duhet? Nga koha e mbjelljes ne i bëjmë krasitje ndimërore, edhe te krasitja ndimërore ka metodën se e zakontë në shumë, në një mas të madhe, e krasitin me qep. Dhe unë kam krasitur vetë me qep fillimisht, dhe nuk ishim atë kulturën e përvojën e punës për vreshtarinë. E pas që nuk jep të rendimendin e dur dhe e ktheva me lastar të ri, ose krasitje chardonnay, që quajnë veterinë, në këta agronomët, se gabova, agronomët, dhe prodhimin unë tentova që vitin kur e ktheva nga qep të mosmerja, që vitin e parë kam marrë më shumë nga që prodhoja. Nga lastari. Duke parë vetë, po futen në çdo punë, e kam pasur atë natyrën e unë, po dhe shumë gjithë njerëzit, po ta mundojnë veten të shikojnë se cila si bëhet me mira, unë e parë që rendiment nuk më jepte me qep, se me qep e qonim ne vetëm me 2 syta, po një syt është i tabanit, zakonisht rushi e ka te sythi 6 dhe 7 prodhimin më shumë se sa në afërsi të tabanit. Ajo më ka dhënë prioritet, i kam prodhuar edhe vjetë që pati dëmtim, unë nuk mbeta pa gjevajta deri në 30 kumtal. Çfarë terreni kërkon rushi? Rushi kërkon terrenin me ajrin më të pastër, nëse është në ambient me lagështirë, për në zonën tonë, në afërsitë të lumit nuk prodhohet, prishet. I bie hiri ose brugu në lagështia e vesës së lumit. Ndërsa në terrenin që kemi nga këtu, ku është vendosur lagja dhe pjesa lartë, ja kam vreshtin atje lartë më të shumtin, kam këtu poshtë, e kam në 5-6 parcela, se kam 2000 rrenjë. Edhe në krasitja që bëju në veç me lasarëri, dhe nuk kam betur edhe së mbetëm kur, se lëshon shumë me lasarin e ri. Me qep nuk të lëshon. Sa vite ju është dashur që të krijoni vreshtën tuaj, që të merrni sa më shumë prodhim? Unë kam punuar në 3-4 vite që kam mbolla, pjesërisht i mbolla pjesë. Mbolla fillimisht Tempranillon këtu, Sangiovesën, pastaj Sangiovesa 150 rrenjë ishin ai vit që fillova të kultivoja vreshtari. Pastaj hyra me 600 rrenjë me Tempranillon, pastaj u shtyva me pjesën tjetër. Një pjesë tjetër i çoja kalemat vetë dhe mi bënin agronom me nënshartesë dhe i merja fidanat vitin tjetër. Më kanë ndihmuar edhe shokë kushërinj kur vija që ato ditë që isha me mbjellën vinin, se ne kemi pasur një traditë mirë në fshat që kur ka nevojë njeri vjen me ndihmojmë, kur kemi nevojë vin na ndihmojnë. Edhe i përballova rregullisht. Në atë kohë kur i mora unë fidanat ishte pak vonë edhe thuaj se kishin dhënë syth për të çelur ato. Erdhën këta kushërinj e shok, i mbolla prindit. Po familja juaj? I pëlqen fëmijëve tuaj le të themi, i pëlqen që të merret me këtë? Fëmijëve u ka pëlqyer dhe tani, po kushtet që kanë ardhur, perspektiva është drejt zeros.
Sa nesër djali për shembull mund largohet diku. Sot janë aty më kanë mbështetur. Ata kanë punuar për frezën, për krasitin. Punojnë gjithë. Frezimet i kanë bërë çunat, ndërsa unë krasitjet dimërore si vjet janë futur çunat që krasitën për herë të parë. Ju thash vjet, hajdeni, thash unë, ishin të dy çunat, ishte ditë e shtunë dhe diel. Dhe shajten pak në mësoni se s'dje sa rojmë ne. Ata qeshen e thanë, mos në qoftë ashtu pa atjejke, më thanë mua, se këtej anë shbresit janë varrezat, atjejke, më thanë mua. Qesha mirë, thash unë, më lumë të mua që mundova aqi, thash. Po si vjetu prokupuan, erdhen krasitën, edhe gjatë frezimet, ata i kanë bërë për vjeljen me çunin e madh më shumë. Ai ka pasur kohën më të lirë. Le t'i marrim me radhë, le të themi, etapa deri në nxjerrjen e rakisë. Është mbjellja vreshta, pastaj si procedon? Mbas krasitjes dimërore, unë i kam hedhur supër para frezimit.